peshqit. Në Norvegji, në vitin 2000, është futur në funksion tuneli automobilistik më i gjatë në botë. Lærdalstunnel, 24 kilometra e gjysmë i gjatë. Kur ke hyrë, natyrisht duhet vërtet sa kohë derisa të ridalësh përsëri në dritë. Këtë që sapo thash, unë po e përdor si metaforë për jetën tuaj në këtë periudhë peshq, bura gra qofshi. Dhe në qoftë se do t'i referohemi 24 kilometrave të tunelit, sipas llogarive të mia, ju o peshq, bura gra qofshi, jeni aty ke diku ke kilometri 15. Asgjë për t'u shqetësuar. Rrugën e keni fushore dhe sipas meje duhet vetëm të gjeni një këngë që ju pëlqen dhe ta këndoni sa t'ju haj fyti.